Pa që shifni janë pikët. Kjo është dhe pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkon parë, këtu është aplikacioni. Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinisë dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund të kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund të kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini të fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juaj, i cili për definicion do thoya është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, siç është edhe i kulturës. Në vetvete nuk është thjesht një drejt që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë të bashkisë. Dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjt. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre. Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luigi Guarakuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Unë në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Studenti në qendër, çfarë duhet të bëjë bashkia që të ofrojë sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për trit, sepse vizioni është i tillë pra që ne të jemi një komunitet, pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër, e këtij qyteti, e rajonit tonë që të gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.